Për ty grua, dua të bësh këtë pyetje tek vetja jote. Sa herë ke eshtur për të mos lënduar të tjerët por ke lënduar veten? Sa herë ke mbajtur barrën që s'ishte e jotja vetëm sepse duhej të mbanje balancën dhe ekuilibrin në familje? A e njeh zërin tënd? A e sheh veten tënde pa rolin e nënës, vajzës apo gruas? A e di se ke të drejtë të çlirohesh? Këto pyetje janë marrë nga libri i ri që sapo ka dalë, Nga hijet në dritë, për ty grua. Që erdhi koha të lirohesh, të çlirohesh dhe të mos jetosh më për të tjerët, por të vesh në vend të parë veten, sepse një nën, një grua me zemër të hapur mund të shërojë tër familjen, por jo duke qenë në mërzitje, në mlef. Ndaj, ky libër ka gjithashtu dhe ushtrime të ndryshme. Një nga ushtrimet është duke parë të drejtat e tua. Mos i bësh më të gjitha vetë, të kërkosh ndihmë pa u ndjerë e dobët, të flasësh pa u ndjerë faj, të vendosësh kufi edhe ndaj atyre që ti i do, akoma dhe njerëzve të familjes tonë. Ushtrim lirimi, letra e parë që ja drejton vetes tënde. Shkruaj në një letër çfarë mbajta që si ishte e imja. Shkruaj këtë letër pa e dërguar dhe shprehu nënës tënde, babait ose një figurë nga e kaluara të gjitha barrat që të kaluan tek ty. Emërtoje turpin, ndërshkimin, frikën, lodhjet që nuk ishin më të tuat. Dhe shkruaj sa të kesh mundësi dhe pa u lodhur. Dhe më mbas, merre këtë letër, grise copsa të vogla dhe hidhe në një lavaman ose në legenin e banjës, ose më mirë digje dhe shikoje, vështroje atë tymin që largohet, dhe ashtu si largohet ai tym, largohet dhe gjithë dhimbja jote. Bëhe dhe më shkruaj si u ndjeve, edhe komento, pa turp, pa frikë, pa u fshehur, pa rrojtur për të tjerët, në çfarë pozicioni je dhe në çfarë moshe je, çfarë ke kaluar deri tani. Dhe mos harro që edhe unë jam një nga ju, që i kam kaluar të gjitha këto dhe kam qenë besnike ndaj dhimbjes të nënës time, të gjyshes edhe të tërë grave të fisit tim. Por erdhi koha të lirohemi. Për të gjitha këto, do të ndihmoj shumë ky libër, nëse e kërkon ta porositësh, është në shitje vetëm nga mua, kësaj radhe. Mund ta kërkosh të vi kudo ku je, tek telefoni 0030 699 321 46 37. Kjo do të ndihmoj me ushtrimet e shumta të transformimit të sistemit përfaqësik familjar dhe të gjitha sistemeve, që ti të fillosh një jetë të re. Asnjëherë nuk është vonë, dhe këtu mund të them që edhe unë jam në këto momente gjyshe, jam 56 vjeçe dhe ai shikoni që kam filluar dhe gjithmonë gjenja edhe 5 minuta për veten time, që të shijojmë dhe të bëjmë atë që duam. Akoma dhe këtë lulen që kam vënë, sepse jam në një vend në deti, edhe sepse mua më pëlqen. Nuk është nevoja sa mund të kritikojnë, sa mund të gjykojnë. Jeto për veten, sepse kur ti e ke mirë me veten mund të japësh dashuri nga zemra, jo për sy e faqe. Mund të më shkruash për çdo gjë dhe të porositësh këtë libër me ushtrime të shumta që do të lirojnë tek numri që do ta gjeni dhe të shkruar këtu më poshtë, gjithashtu në Viber, WhatsApp dhe në Telegram. Jam pranë jush, ndërmjet terapive private,
ndërmjet zoomeve të ndryshme falas dhe zoome në grupe. Akoma dhe nga afër, kudo që jeni, me metodën sistemi përfaqësik transformues 333 për të vënë jarhin në çdo familje, sepse është çelësi kryesor i lumturisë. Eja ta përjetosh në muajin korrik, në Tiranë, në Burel, në Kosovë, kudo që je. Më thuaj kush është nevoja jote, ajo që ty të pengon të jetosh jetën, dhe do të them kush është metoda më e kollajshme që ti të dalësh nga ajo. Ju dua shumë, ju falenderoj, jetoj jetën.